nderuar shef I shtabit dhe ushtruesi I detyrës së kryetarit të degës së PDK-s në Drenas, zoti Driton Ajazi. I nderuar kryetari komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci. I nderuar kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministër I ardhshëm I Kosovës, zoti Bedri Hamza. Mirë se keni ardhur në këtë tupim të Partisë Demokratike të Kosovës në drenasin e historisë, të qëndresës dhe të njerëzve punëtor. Sot jemi mbledhur bashk për të dëshmuar se Kosova meriton më shumë. Andaj pa humbur kohë, ka kënaqësinë ta ftoj në skenë nikoqirin e këtij tubimi, shefin e shtabit dhe ushtruesin e detyrës së kryetarit të degës së PDK-s në Drenas, zotin Driton Ajazi. Të nderuara familje të dëshmorëve, veteran dhe invalid të luftës. I nderuar kryetari I Partisë Demokratike dhe kryeministri I ardhshëm I Kosovës, zotri Bedri Hamza. I nderuar kryetari I komunës, zoti Ramiz Ladrovci. I nderuar vlla I presidentit Idris Daci. I nderuar komandant Qeliku, zoti Fatmir Limaj, njëherë çoki I ngushtë I Hashim Thaçit, Kadri Vesenit dhe Jakub Krasniqit. Shumë të nderuar kandidat për deputet, shumë të nderuara struktura, aktivistë, simpatizant Partisë Demokratike, shumë të dashur qytetarë të komunës Drenasit. Mirë se keni ardhur në këtë tubim madhështor të Partisë Demokratike. Sonte këtu në sheshin Fehmi Ladrovci nuk jemi mbledhur vetëm për një fushat. Jemi mbledhur sonte për një mision. Për misionin e fitores që I duhet Drenasit, I duhet Kosovës dhe I duhet secilit qytetar që beson në vlera, punë dhe shtet. Për fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës me numrin 125. Drenasi ka qenë gjithmonë zemra e rezistencës, zemra e lirizmë dhe bastioni I Partisë Demokratike. Nga ky vend kanë dalë burra e gra që nuk u ndalen as në ditët më të vështira, e nuk do të ndalen as sot. Trashëgimia jonë politike I ka rënje të thellë në idealin e lirisë të ushtria qlirimtare e Kosovës, e cila me sakrificën, guximin dhe gjakun e dëshmorëve solli lirinë që ne e gëzojmë sot. Prandaj kujtimi dhe respekti për UÇK-n është themeli I unitetit tonë dhe obligimi I përhershëm për të gjithë ne. Prandaj sonte nga këtu, nga ky shesh dëshmorësh, nga ky qytet krenar, ne e dërgojmë një mesazh të qartë. Drenasi është gati për fitoren e Partisë Demokratike dhe për kryeministrin Bedri Hamza. Bedri Hamza përfason përgjithësi vizion, zhvillim ekonomik dhe një Kosovë që ecën përpara. Ai përfason punën, seriozitetin dhe besimin se shteti mund të qeveriset me ndershmëri dhe profesionalizëm. Të dashur qytetar, ne nuk mund të harrojmë rrugën që kemi bërë, nuk mund të harrojmë sakrificën e atyre që I dhanë gjithçka këtij vendi. Sot me respekt dhe krenari, duke ndjerë thellë mungesën e tyre, I përshëndesim përzemërsisht liderët tonë historik Hashim Thaçin, Kadri Vesenin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ata janë pjesë e historisë sonë politike dhe kombëtare. Sakrifica, kontributi dhe përkushtimi tyre për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës mbeten të shkruara për gjithmonë në historinë tonë. Prandaj ne kemi një obligim moral dhe politik ta mbajmë të fortë shtëpinë tonë politike, ta forcojmë Partinë Demokratike dhe ta çojmë përpara vizionin për të cilin janë bërë aq shumë sakrifica. Sot më shumë se kurrë Drenasi duhet të jetë I bashkuar.
Le të jemi të bashkuar në çdo lagje, në çdo fshat dhe në çdo cep të Drenasit. Sepse kur bashkohet Drenasi fiton PDK-ja. Kur fiton PDK-ja, fiton Kosova. Dhe ne duam që ditën kur krerët e UÇK-s të kthehen pranë familje dhe qytetarëve të tyre, t'i presim me një fitore të madhe të Partisë Demokratike të Kosovës, me një PDK më të fortë, më të bashkuar, më të vendosur se kurrë. Të dashur qytetarë, në këtë garë zgjedhore prioriteti ynë është i qartë. Numri 125 për Partinë Demokratike dhe numri 1 për Bedri Hamzën kryeministër. Po ashtu nuk do të mungoj as mbështetja e plot për të gjithë kandidatët tanë nga Drenasi, si që janë Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Tringa Bujupi dhe Isak Neziri. Ata janë zëri i Drenasit, janë përfaqësuesit tanë dhe meritojnë mbështetjen e secilit prej nesh. Të dashur qytetarë, historia na ka mësuar se fitoret më të mëdha nuk vijnë kur ecim të ndarë, por kur qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin. Prandaj sonte po ju ftoj që të mos shikojmë prapa, por të ecim përpara, të mos numërojmë dallimet për forcat tona që na bashkojnë, të mos pyesim kush ishte dje me ne, por kush është sot gati të punojë fort për fitoren tonë. Le të ngrihet Drenasi si gjithmonë kur e kërkon koha. Le të ngrihet bastioni i PDK-s. Le të ngrihet zëri i qytetarëve për ndryshim. Dhe kur të hapen kutitë e votimit nga Drenasi të jetojë një mesazh që të ta dëgjojë e gjithë Kosova. Fitore e PDK-s dhe Bedri Hamza të jetë kryeministri i vendit tonë. Fitoria e PDK-s nuk është vetëm një rezultat zgjedhor. Fitoria e PDK-s sot është një akt patriotik për vendin tonë. Është mesazhi ynë për Kosovën se Drenasi nuk dorëzohet dhe nuk do të ndalet asnjëherë. Ju faleminderit për prezencën, Zoti e bekoft Drenasin, Zoti e bekoft Kosovën. Faleminderit shumë. Faleminderit Zoti Ajazi. Të dashur të pranishëm, tani e presim me duartrokitje të madhe në skenë kryetarin e komunës së Skënderajt të Drenasit, Zoti Ramiz Ladrovsi. Qytetarët e Drenasit, po sigurisht si kina me marrë ma shumë se Skënderaj vota në Drenas. Të dashur qytetarë, familjarë dëshmorë, veteran e invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, shoqatat e dalura nga lufta e UÇK-s, përfaqësues të shoqatave, bashkive vetare dhe institucioneve lokale, zonja Zotrin, qytetarë nderuar, shumë i dashur Bedri Hamza, kryetar Bedri Hamza, vëlla Idris e Nazme, shumë i nderuar Zoti Fatmi Limaj, nderuar Zoti Ajazi. Kandidat për deputet listës fituese me numër 125, të dashur anëtarë simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës. Sot në sheshin, më të bukur të Kosovës, jemi të bukur për të shprehur për krajen tonë të fuqishme, për Partinë Demokratike të Kosovës, për partinë e cila pranë çdo suksesit shtetit, shtetësisë dhe vlerave euroatlantike, jemi këtu bashkë për të shprehur fuqishëm, për krajen për partinë e cila dolin nga drejtoria politike e ushtrisë lirimtare të Kosovës, krye me Hashim Thaçi. Jemi këtu, si asnjëherë më parë, për të shprehur zëshën për çdo familje qytetar Drenasit, duke ftuar çdo qytetar me drejt vote. Votoni
numrin 125 dhe Bedri Homzën kryeministër. Votoni numrin 125, sepse Hashimi, Kadriu, Jakubi janë këtë pranë këtij numri. Këtu gjendet projekte zhvillimore. Këtu është stadiumi nacional. Në këtë numër është rruga Komoran Global, rruga tranzitit, rruga është liçeni Verbocit, pishina në Komoran, ujë për këtë komunën 24 orë, që 4 ditë nuk në alëshon nivelli qendror ujë dhe qytetarët po vuajnë për ujë. Kolektorët e ujrave të zeza, që këmë fëja, rrugët e komunës tona dhe Mirçenja. Kush nuk e ktheu kokën nga Drenosin këto 6 vjetë të shkuara? Kush nuk na solli projekte që kanë nevojë qytetarët e Drenosit? Prandaj, me 7 qershorit themi stop krizës, ndrysho Kosovën. Mos e lejoni mashtrimin, bashkimi kombëtar e bën atletarët, ata që i bashkojnë qytetarët para territoreve. Zhvillimin ekonomik nuk mund ta mbështesin me energji të armikut shekullor. Zhvillimin vendor nuk mund ta përkrojnë ata që grontet u adhurojnë familjarëve tyre. Sabotatorët nuk ndërtojnë shtet, ata zhvatin shtetin dhe identifikohen me shtetin. Projektet madhore, si parku i biznesit Drenosit 2, nuk finalizohet pa vullnet politik. Ne kemi vullnet, ne kemi energji. Partia Demokratike Kosovës ka energji për zhvillu ekonominë, institucionet e sigurisë, ka vizion për arsime shëndetësi, mbrojtje të ambientit dhe infrastrukturë. Prandaj, programet mirë se të Bedri Homzës dhe listën e BDK-s nuk ka. Të dashur qytetarë, ju ftoj ta votoni Bedri Homzën me numrin 1, Padil Demokun me numrin 19, Altin Krasniqin me numrin 20, Fatmir Dervishin me numër 48, Triga Bujubin me numër 88 dhe Isak Nezirin me numër 99. Ju ftoj të votoni kandidatit e listës BDK-s. 110 kandidat janë më të mirët. Drenosi është zemra Kosovës. Ne mund të arrijmë 20.000 vota plus, sepse nderojmë të kaluarin tonë, sepse kemi vizion për rinin tonë, kemi durim dhe vullnet për punuar për Kosovën tonë, ne punojmë. Mos lejojmë të jemi vendi më i varfër në Evropë. Me 7 qershor të themi stop krizës, ta ndryshojmë Kosovën. Votoni 125. Faleminderit. Zoti Ladrosi, faleminderit për fjalimin. Të dashur aktivist dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës, Drenasi ka qenë gjithmonë komune e rëndësishme dhe bastion i Partisë Demokratike të Kosovës, një kontribuese jashtëzakonshme në rrugtimin tonë për ndërtimin dhe zhvillimin e shtetit. Edhe në këto zgjedhje, Drenasi i jep Partisë Demokratike të Kosovës kandidat me integritet, përvojë dhe përkushtim, të cilët do ta përfaqësojnë me dinjitet komunën dhe qytetarët e saj. Andaj, le t'i përshëndesim me një duartrokitje të madhe dhe t'ju urojmë suksese në garën për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë të Drenasit, të nderuar të pranishëm, po afrohemi te momenti më i rëndësishëm i kësaj mbrëmjeje. Po afrohemi te momenti kur para jush do të vi njeriu i cili ka dëshmuar me punë e rezultate se ti ta udhëheq vendin drejt suksesit. Ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm, zotin Bedri Hamza. Mirëmbrëma Drenas, mirëmbrëma Drenic. Jam tepër i nderuar me këtë pjesëmarrje kaq masive në këtë shesh kaq bukur që mbart emrin e 2 herojve të mëdhaj, Fehmi dhe Gjev Ladroci. I nderuari
kryetar i degës Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas, zoti Driton Ajazi, e nderuara dhe shumë e respektuara zonja Ahmeti Ajazi, i nderuari kryetar i komunës së Drenasit, miku im zoti Ramiz Ladrovci, i nderuar zoti Limaj, i nderuar familja Thoqi, kandidate dhe kandidat për deputet për Kuvendin e Republikës Kosovës, zonja dhe zotri gjithjut pranishëm. Gjithmonë është nder, është respekt, është kënaqësi që t'jem në Drenosin e Shaban Polluxhës, në Drenosin e Fazli Kraqevcit, në Drenosin e Fehmi e Gjev Ladrovcit. Në Drenosin e herojve, në Drenosin e dëshmorëve, në Drenosin e veteranëve, në Drenosin e andetarëve. Të nderuara familje dëshmorëve, invalid, veteran, qytetar të Drenosit. Jemi këtu në një rrugtim për ta kthy Partinë Demokratike të Kosovës aty ku ka vendi. E vendi i Partisë Demokratike të Kosovës është me udhëheq Kosovën. Kur nalet Partia Demokratike e Kosovës, kur Partia Demokratike e Kosovës nuk është qeveri, stagnon Kosova. Ne jemi gjithandej Kosovës. Ne ballafaqohemi dhe bisedojmë me njerëz. Njerëzit janë të lodhur nga kriza, njerëzit janë të lodhur nga dromat. Kosova është në krizë. Kosova është në krizë politike, krizë sociale, krizë ekonomike, krizë të shpresës. Dhe kjo krizë ka një adresë. E adresë e kësaj krize është kryeministri aktual Albin Kurti me qeverisjen e vetëvendosjes. Për këtë qëllim, Partia Demokratike e Kosovës i thot stop krizes, ndrysho Kosovën. Qeverit moten me rezultate. Ku janë rezultatet? Kusht rruga Komaran, unë po shkoj pak për tej kryetarit miku tim se tha deri në Glabar këtu, e u pëlqej denklin tepër, se prej atje jam. Asni lopot asfalt, asni metër prej vitit 2014. Kusht rruga Prishtin-Pej, kusht rruga Prishtin-Podujev, o përfundu rruga Prishtin-Gjilan, asni projekt madhor, asni energji, asni infrastruktur. Bizneset me zjetojnë, shëndetësia gjendjet dopt, munges e banave esenciale, munges e kushteve për pacient. Pensionistat në një gjendjet tronë, bisedoj me ta, janë në një dilemë, a mi përdor ato pensione për barna, apo mi ngel diçka për ushqim për familje. Rinia, vetëm në shpresë e shohin momentin e diplomimit apo të krijimit kushtet me emigru jashtë Kosovës. Kjo duhet ndalet, ne do t'i thojmë bashkë me juve, me shtatë qershor, stop kësaj krize dhe ta ndryshojmë Kosovën drejtim pozitiv. Jam në Drenosin kampion. Jam në bastionin e Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu ka qenë, kështu është dhe kështu do t'jetë. Kryetar Ramiz, zotohen para juve dhe qytetarëve Drenosit, se projektet që do t'vinë nga komuna Drenosit, do t'jenë përkrara dhe do t'a kenë financimin e plot. Edhe stadioni kombëtar do ndërtohet aty ku është i planifikuar në Drenas. Edhe do trajtohet liçeni i Vasiljevës. Edhe do të përfundohet rruga Komaran Kline Epër. Edhe do të furnizohen me ujë gjithë qytetarët e Drenosit. Edhe do të trajtohen ujërat e zeza. Dhe projektet e Drenosit do t'jenë projekte
qeverisë të Republikës Kosovës të udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës. Drenosi është kampion. U shpoll kampion disa herë si komunë. Po prej Drenosit edhe prej juve, e kam një kërkesë edhe besoj juve. E kam kërkesën që të jemi kampion vota për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne kemë program të mirë i cili i adreson nevojat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Shoh këto biznismen shumë suksesshëm, që punësojnë qindra njerëz. Shoh që ata me punën e tyre kanë vështirësi. Po ne i sigurojmë dhe i garantojmë që do të kryejmë kushte të mira për biznesin, sepse zhvillimi i sektorit privat e zhvillon shtetin. Rritet buxheti, përmes rritjes buxhetit, ne kemi rrit pagat 50%. Për gjithë punësum sektorin publik, përbi 90.000 punësum sektorin publik. Ne do të rrisëm gjitha llojet e pensioneve. 50% rritje e pensioneve për familjet e dëshmorëve, për vitit të luftës, rritje e pensioneve për veteranet, njoja e të drejtës që pa pengesë me punu në sektorin privat. Po kena me rrit pensionet edhe për pensionistë e moshës, edhe për pensionistë kontributantës. Dhe në qeverisë shqiptore nuk do të ketë pension më të vogël se 300 euro. Shëndetësi, me plotësim të listës esenciale të banave, me banat mjaftueshme për të me smundje kronike, me sigurime shëndetësore, me kushte për pacient, me mjek e personel shëndetësor paguar e të motivuar. Arsim modern, mësues, arsimtar, profesor, motivuar, paguar. Programet mira arsimore, fond i veçantë për bursa, 30 milion, vitin e parë do të dohen për gjithë ato vajza dhe djemë që dëshirojnë të studiojnë. Do të ndërtojmë kapacitetet të reja energjetike, nuk do të largojmë investitorë, nuk do të ndërprejmë kontratën që shka ndodhë me operator dhe investitor amerikan për termocentrali Kosova Re. Nuk do të refuzojmë projektin e gasit, po Kosovën do të bojmë vend të investimeve ku investor do të dihen mirë dhe do të investojnë. Për me ndodhë këto janë do parakushte. Jo, gjithë këtë mos, edhe shumë tjerë, jo veç Drenas, se ndikimi juaj kalon për të Drenosit, me folë me gjithë shokët e juaj, me gjithë miqtë e juaj, me gjithë familjarët e juaj, që me dalë dhe me votu Partinë Demokratike të Kosovës. Unë jam krenar, jam i lumtur që jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe jam kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Parti, cilën e kanë themelu dhe kanë udhëheq liderët tonë, që kanë themelu dhe kanë udhëheq edhe projektin më të rëndësishëm, më të suksesshëm, politik dhe ushtarak ushtërinë çlirimtare të Kosovës. Kadria! Paciaku! Regja! Ne jem të i prit dy ngjarje të rëndësishme si Partia Demokratike e Kosovës. 7 qershorin, që do t'jetë vula fitores Partisë Demokratike të Kosovës, dhe vendimin e gjykatës të Hagës që nuk mund t'jetë ndryshe, vetëm vendim lirues për liderët tonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Regja dhe t'i presëm në Kosovën e lirë, në familjet e tyre, në familjen tonë politike, Partinë Demokratike të Kosovës, prandaj me 7 qershor, mënyrë festive, masivisht kështu dhe shumë tjerë me dalë me votu numrin 125, Partinë Demokratike të Kosovës, urime e fitore, suksese. Faleminderit shumë.